Po kujdes, po të mendo për veten. Se ti je shumë e çuditshme. Ti nuk arrin të kuptosh veten se ku je dhe tu dash ka ajo loja për të marrë vetbesimin, dhe ndërkohë arrin të analizosh perceptimet që krijojnë për neve jashtë. Po këto janë kontraste shumë të mëdhaja. Në qoftë se nuk e nxjerr trurin jashtë. Nuk këto gjëra bashkë. Po se kam nxjerr akoma trurin jashtë, do ta nxjerr të më ftohet, që të logjikoj ftohtë, se këtu kam të nxjerr trurin. Ti humbe targetin. Nuk e kam nxjerr trurin akoma jashtë. Do ta nxjerr në momente të vështira që të logjikoj ftohtë. Ti në momente të vështira ishe për veten time. Në moment të vështirë unë këtu. Je pa gjumë. 3 ditë pa gjumë. U lodhe që. Pa gjumë. E humbe targetin e gocave. Ato thonë, Ilir Vrenozi na ka paragjykuar. Mbaroj. E humbe, çdo bësh tash. Po njeri i vogël, po ik. Si do të më të kapet kodit dhe bel. S'ka problem, të t'jalem publikut, çdo gjë ndori bashkë. Publiku është ai që vendos. Si na lezon publiku. Ne se lezojmë dot, mund të themi mund të grim lakra këtu, pa hy jashtë na shikon. Po ti s'po mendon fare. Ti e humbe një target. Ke nuk mendoj unë? Ne humbe një target. Ti mendon për publikun ton, çfarë perceptojnë për neve, apo për vete jo. E humbe, e theti, e deklarat, Ilir Vrenozi, gocat e reja sot, shikojnë lekun. Kjo është paragjykim. Po kjo është deklaratë, do me thënë që... E bërë ti. Jo duhet të zë që zëtë të flasë fare me gojë. Jo, sinqerisht, për shpirt të nënës. Jo, mos u beto. Jo, për shpirt të nënës, je qëllëbësirë. Se unë thash, në qoftë se unë thash, më shumë shkojnë pas parasë dhe jo pas njeriut. Ti thua, ti the që goca sot vëjnë pas parasë. Njeri keq me elmë. Shiko punën.